Mirëmëngjesi, mirë se po takohem edhe kësaj. Mirëmëngjesi nderuar, mirëmëngjesi këtës. Është kënaqësi që ju kemi në këtë mëngjes. Na tregoni pak, a ka shumë kohë që jetoni ju në këtë lagje dhe kryesisht bëni qytetari aktive vetëm në këtë lagje apo edhe në përgjithësi munduani për krejt komunitetin që t'jeni aktive dhe duke u mundu me i adresu problemet e tëre dhe duke u mundu me i japë zgjidhje? Po, një përmirësim, nuk jam vetëm përfaqësues i lagjes, po jam kryetar i Këshillit të Bashkisë Lokale Qendra në Prishtinë, që i përfshin shumë lagje, gjitha lagjet janë në zonën Qendra, domethënë. Perfekt. Atëherë do të thotë ka një numër pak më të madh të lagjeve, jo vetëm këtu në qendër. I përfshin gjitha sheshet e qendrës, i përfshin institucionet kryesore në qendër që janë, po na kryesisht mirë me aktivitete që bëjmë adresimet e problemeve të lagjeve të zonës qendra. Ato adresimet i bëjmë në komunën e Prishtinës edhe në institucionet qeveritare. Atëherë, unë dua të di që sa ku ju merreni kështu me qytetari aktive dhe pse keni vendosur që ju t'jeni zëri i këtyre lagjeve në fakt? Që nga viti 2000 na mirëmi vazhdimisht me qytetari aktive, adresojmë kërkesat dhe ankesat e banorëve. Kuptohet, spari kërkesat, pastaj në bazë përgjigjes që morëm, ne bëjmë edhe ankesat tona. Nëse ato përgjigjen që morëm në kërkesa, nëse nuk janë adekuate dhe mendojmë që na u ka bë e pa drejt, na menjëherë bëjmë edhe ankesë. Për shembull, çka kanë qenë çështje deri tash që ju keni bërë kërkesa, ankesa të ndryshme dhe ndoshta takimet me qytetarët, çka thonë banorët e këtyre lagjeve? Po, hapësirat e përbashkëta, ka probleme aty, ka probleme me infrastrukturën, domethënë na që i kem adresu. Ka probleme ku mendojmë që është bërë një zgjidhje do të bëjë më mirë, ka probleme ku ka tentuar diçka me ndërtu komuna apo më bë, na kena menuar që aty nuk është vend i duhur, vend ndryshe, ka shumë tjera. Po, atëherë, ju keni në dorë, po e themi një farë formë, ose komunikoni me banorët e këtyre lagjeve që janë në qendër, i përmendet edhe ju, që përfshin edhe sheshat edhe hapësirat publike të përbashkëta të cilat janë. Kryesisht ka pasur renovime, ndryshime, zënje të hapësirave, pikërisht në këtë zonë. Sa ka qenë problematike kjo për qytetarët, edhe çka janë ankuar ta mas së tepërme? Ose a ka pasur edhe prej atyre që u kanë pëlqyer këto ndryshime që janë bërë në sheshe viteve të fundit? Në kryeqytet, domethënë, zona qendra është nashta si zonë e vetme ku nuk ka pas ndërtime të larta ashtu sikur në zona tjera. Mirë po këto renovimet e këto zënja uzurpimi hapësirës publike e këto po. Asnjë zonë nuk është me goditur se zona qendra. Vetveti se këto janë të koncentruar me bizneset kryesore dhe është pak, na e kemi më të vështirë se kemi bëjmë me shkurt shqip në zonën qendra gjithkohë mundet me bëj investime. Edhe janë biznesmenat e mëdhej, po edhe janë njerëz kryesorë që kanë bazën e fortë. Po ju kuptoj, me qënë se ju tha që dhe shumica e bizneseve janë aty, kjo zonë përfshin pra kafeteri më së shumte. Dhe ato që dëgjojmë si janë... Po, është edhe zhurma, po, është njëra prej ankesave që ju si banor qytetare keni? Deri në vitin 2021, zhurma ka qenë pothuajse në tërë zonën qendra. Tani ka ardhur duke u reduktu. Tash mund të them që janë vetëm 2-3 lokale që e prishin qetësinë publike, po dhe ato me kohën po shpresojmë që do të përmirësohen, ashtu si janë përmirësuar gjitha të tjerat. Unë dua të di një iniciativë, një nismë që e keni marrë edhe ka përfunduar ashtu qysh ju keni dashur, po ajo që ka qenë kërkesa e juaja si banor, në përgjithësi si zëri i banorëve. Po, si që dim, më herët ka qenë rregulloria për Prishtina Parking. Prishtina Parking ka pas, domethënë çmimore, që qytetarët veturën e parë paguajnë 10 euro veturë edhe kështu me kategori ndryshe. Po. Na e kem me protest edhe me iniciativë tonë
ne kemi bërë kërkesë të vazhdueshme që vetura e portë të mbetet pa pagesë. Sot na gëzon fakti që e gjithë në tërë Prishtinën, veturat e portë qytetarët nuk paguajnë për veturën e parë. Dhe është sukses i banorëve të zonës qendra. Nuk po them vetëm banorët e zonës qendra, ne kemi inicu, kjo ka marrë kërkesa e jonë ka gjetë përkraje edhe në zona tjera dhe na u kanë bashkangjit sot të gjithë banorët e kryeqytetit gëzojnë të drejtën që për veturën e parë të kenë pa pagesë. Në lodhjet e veta. Po, është shumë mirë. A kanë edhe lagjet e tjera, qytetar aktiv kështu, edhe a keni komunikim edhe me ta ndonjëherë? Po, tashme janë për mu, të gjitha bashkësitë lokale në komunën e Prishtinës, apo në kryeqytet. Mirë, po disa janë ma aktive dhe disa janë ma pasive. Kisha me thonë që problematikat se tash në zonën qendra ka probleme ndryshme, kurse në zonat rurale ata i kanë disa kërkesa për cilat presin të ju realizohen. Pra dallojnë ato kërkesa prej pjesës rurale dhe pjesës urbane. Dhe nuk është njëjtë sikur ti je kryetar i zonës qendra apo ti përfaqësosh interesat e banorëve në zonën qendra, ku do të jesh 24 shtatë në disponim të banorëve, në dispozicion banorëve për t'i pranuar kërkesat e tyre. Për në të kundërtën, çdo person që do të mirrej me ankesat dhe kërkesat e qytetarëve dhe nuk do të ishte në dispozicion të banorëve 24 shtatë, nuk do të kishte mund ta luaj rolin e tij ashtu siç e kërkon. A keni çështjen e lehtë ose komunikimin e lehtë me institucione publike? Në shumicën e rasteve. Gjeni mirë kuptim gjatë bashkëbisedimeve, kërkesave që ju i keni? Po, gjemi mirë kuptim, po edhe ne do të janë të vëmendshëm e kuptojmë situatën politike, i kanë atë konkurencën partitë politike me vetin, ne do të mojmë atë pozitën neutrale, të mos politizohemi dhe të kërkojmë vetëm të drejtat tona. Po, e kuptoj. Ne para pak kohësh e kemi pas po ashtu një bisedë në studio ku kemi folur për policët e lagjës. Na tregoni, a keni komunikim ju me policët e këtyre lagjëve, edhe a janë të qasshëm edhe ata zyrtar policor, a mundoheni me adresu problemet edhe tek ta apo jo? Po, kemi qasje me policët e lagjës dhe gjitha bashkëpunimet që i kemi ne qoftë edhe bashkëpunimet më të vogla të mundshme, na vazhdimisht i informojmë edhe ata janë në kontakt me neve dhe problemet çdo problem që kemi ne që mendojmë që duhet me adresu të ata, automatikisht e adresojmë të ata dhe zgjidhja bëhet shumë e lehtë, na ndihmon shumë policia e lagjës. Këtu shfrytëzoj rastin të përshëndeti zonjën Fatime, zotrin Senat Beqirin edhe Fidan Aliti që janë policët e lagjës. Perfekt. Një përshëndetje edhe për krejt ata zyrtarë të cilët punojnë pranë institucione publike dhe i mbajnë përgjegjësitë nga fillimi i ditës deri në fund të orarit të punës patjetër, po ashtu një përgëzim edhe për punën që ju po e bëni zotri Hasani. Faleminderit shumë për këto informata dhe faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve edhe për mbështetjen se edhe ne disa projekte nuk do kishim mund t'i shtyjmë pa përflahin mediale. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ditë mbarë.